për të kthyer edhe të kujtojmë pak deputetët që kanë kundërshtuar, le të themi, bojkotin e 3 seancave të fundit. Bëhet fjalë për zonjën Tabaku, zotin Leskaj, zonjën Zhupa, por edhe nga Partia e Lirisë ka pasur, le të themi, mendim ndryshe nga vendimi i grupit, apo jo? Kanë qenë të shumtë në fakt deputetët që edhe në NZ kanë artikuluar që vendimarrja për bojkot e Partisë Demokratike e seancave plenare nuk ishte vendimarrja më e mirë e mundshme, por në grupin e WhatsApp-it e komunikimet mes deputetëve, të pakt kanë qenë ata deputetë që kanë guxuar në një farë forme dhe kanë shprehur hapur mendimin e tyre se bojkoti nuk është zgjidhja më e mirë, pasi Partia Demokratike duhet të jetë në kuvend për të thënë fjalën e saj, qoftë sa i takon çështjeve të rendit të ditës, që edhe ditën e sotme në fakt është një rend i rëndësishëm për Partinë Demokratike, por edhe për, po themi, jetën e ligjvënësve, por edhe për të përçuar aty zërin e protestuesve me kërkesa që Partia Demokratike i konsideron të drejta nga ana e protestuesve. Qoftë Jorita Tabaku, qoftë Bujar Leskaj, dy zërat më, po themi, më kritik ndaj vendimarrjes për bojkot, kanë deklaruar që duhet të shkonin në parlament dhe pritet që të njëjtin qëndrim në fakt të kenë edhe ditën e sotme, pasi për ta bojkoti nuk është zgjidhje. Ndërsa sigurisht do të jetë në vullnetin e pjesës më të madhe të deputetëve për të parë doset sot, dhe duhet theksuar në Ertil që vendimi i Partisë Demokratike në thelb për të rishikuar vendimarrjen për bojkot sigurisht që vjen edhe për shkak të këtyre zërave, por arsyeja më e fortë dhe më e shëndësishme është, po themi, rendi i ditës sot, pasi sigurisht që raportimi dhe miratimi i rezolutave për institucionet e drejtësisë ka qenë një nga seancat plenare që Partia Demokratike e priste me zell, dhe sa herë ka seanca të këtij lloji, Partia Demokratike kërkon debat dhe kërkon diskutime të thella dhe të gjata. Kështu që do të jetë në vendimarrjen e Partisë Demokratike për të parë sot, duke patur parasysh qoftë rendin e ditës, pra që sipas saj është shumë i rëndësishëm, por qoftë edhe zërat kritik në PD kundër bojkotit. Po? Ndërkohë kanë mbritur pjesa më e madhe e deputetëve? Po, në fakt, pjesa më e madhe e deputetëve kanë bërritur, duhet theksuar që nuk do të jetë një mbledhje me një fjalë të hapur, sikur se ndodh në mbledhjet rutinë të Partisë Demokratike, do të jetë një mbledhje e mbyllur dhe larg syrit të medias, nuk do të ketë një komunikim fillimisht nga kreu i PD-s zoti Berisha si fjalë e hapur edhe më tej të zhvillohen diskutimet e mbyllura, por do të jetë një mbledhje e mbyllur për të parë dhe mendimin e secilit prej deputetëve që janë bashkuar grupit tashmë, duke nisur që nga sikur se theksova pak më herët kreu i PD zoti Berisha, zoti Bardhi, Gjekmarkaj, Luciano Boçi, Arjan Doja, Jorita Tabaku, Elda Hoti, Ina Zhupa dhe emra të tjerë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, që tashmë që asi ka nisur diskutimet mes tyre dhe do të mbetet për të parë kur në ndanë më pak se sa një orë nga nisja e seancës plenare, nëse Partia Demokratike do ta marrë vendimin për ta thyer bojkotin dhe për të rikthyer në seancat plenare, apo nëse do ta vijojë bojkotin edhe në këto dy seanca të mbetura përpara se deputetët të marrin pushimet e verës.